Mirëmëngjesi të gjithë ju që sapo jeni zgjuar dhe keni nisur ditën në Info Plus në Star Plus Televizion. Ditën e shtunë është promovuar një libër shumë i mirë në qytetin e Shkodrës dhe për të folur sot për këtë promovim libri dhe për më shumë rreth këtij libri dhe të gjithë librave që ai ka shkruar, kam të ftuar sot Gjon Stefan. Mirëmëngjesi. Faleminderit. Është kënaqësi e veçantë që të kam të ftuar. Faleminderit. Libër që u promovua të shtunën në Shkodër, kur po ringjallej Kisha Katolike në Arqipezhvinë e Shkodrës, si nisi si ide për të shkruar, Gjon? Rrugtimi i saj është krejt i thjeshtë. Unë në të periudhë kohët paka shumë 8 vjeçare, 1990-1997, jam marrë me prezentimin e kronikave të gjitha ngjarjeve çka kanë ngjarë në Kishën Katolike të qytetit tonë, ose në arkidiocezen e qytetit tonë. Kuptohet, ato unë për fat i kam rujt, është natyra jeme që çdo gjë që unë baj mundohem me pas, me rujt, dhe të kështi ka ardhur koha të llogarit moshën, ato që unë kam rujt me fut në një ambient të sigurt. Dhe ishte ideja që gjitha këto bloqe që janë paka shumë ja si me kanë këta 4 libra të mushura me kronika, unë i kam kalu të arkivi të dioqezës sonë, në të Pamullia që të. Ndorë për herë të parë i ranë profesor Gjorin Qunit, dhe i pau, dhe tha, shikjo, që janë materiale që nuk ashtë mirë me këtu, po ashtë më ullanë, më prezentu dikum. Dhe paka shumë ashtu bëmë. Fillimisht i tham, do t'ishte mira që ta bani ju këtë punë, se unë kam hup pak durimin për me shkru për. Më thot, po mirë, u angazhu, po për fat të keq ose të mirë, u detyru më tërhek. Dhe ma landor, të më thonë që shikjo, ma mirë se soti, s'ka ku të prezentoj. Edhe ashtu ishte. E morë, sepse haste penjesa herë mas herët, në shbërthimin aty në materiale, mas të harrojmë, se në të periudhë kohët, ashtë kënë fillim ideales demokraci dhe një varfënie jashtëzakonshme në tonë drejtimin, të llogarit dhe medjen. Pra s'ka pas as gjabës Radio Shkodër, as një televizor qyteti jonë. Dhe në këtë mënyrë, me fjalë, unë ja nisa ballës, të marr aprovimin e Dëm Vlashit, famulitarit, që do të ishte ai sponsori kryesor për botimin e librit. Kuptohet, i falënderoj në këtë rast që të dy, dhe thamë që nuk kena gabu, se kena bëj punë jo të keqe, punë të mirë. Kjo është si histori të cilën unë kishen mend me tregu pak më vonë, por po e thona që është në fillim, se ma bat pyetjen që është në fillim. Mas botimit arriti momenti për të bërë promovimi. Si ishte ky moment? Tashti, si shkoi promovimi, sigurisht do të ishte ky moment, po. Promovimi u bë tek biblioteka Zoe Shkodrës, bashkë një atë vend që ishin ato sponsorët e këtij aktiviteti. Dhe jo vetëm kaq, por edhe për faktin që ky libër përmbledh aktivitete dhe veprimtari fetare. Pra e pa me më të arsyeshme më bë aty. Në ambient fetar. Në ambient fetar, ku bëhet fjalë prekisht për këtë. Dhe e bam. Çka ndodhi gjatë kësaj prezentimit? Fillimisht fjalën e majti profesor Gjorin Quni, që ishte me këtë rast edhe moderator, por njëherët edhe redaktor i librit. Ai foli për vështirësitë që kam pasur personalisht gjatë mbledhjes të dokumentave. Dhe tha, është kanë një guxim i madh dhe një kurraj i madh për të arritur me prezantu gjithë këto veprimtari, se jam mundu mas me ik kur gjën gjatë gjithë kësaj periudhe. Vazhdoj marrë pak këtij personi i cili ishte i ngarkuar për me bën prezantimin e librit plot. Dhe këtë prezantim e bën një Giraldo Nik nuk po kujtohet më emri. Nuk ka problem. Dhe një dialog me shumë perspektivë të mirë, pra një studius shumë i mirë i historisë, dhe prezantimin e bën në mënyrë të përsosur, shumë skensorisht. Këtë prezantim Giraldo Nik Jari e ka me se Agubosha, ai e ndon 2 pjesë prezantimin. Në pjesën e parë, cilën e titulloj të gjithë, si lexohet ky libër sot, ishte pjesa e parë,
Në pjesën e dytë, si lexohet ky libër nesër. Dhe të jenë besnik këty dy bloqeve, ajo nalë se si e lexojnë sot fillimisht. Sot ekzistojnë alla gjallë njerëz të cilët i kanë përjetuar të gjitha ato ngjarje të cilat unë prezantojnë libër. Janë jo shumë, por janë. Edhe pikërisht ato çka janë emocionohen kur ta lexojnë, sepse një farë mënyrë shohin vetvedin aty. Ndërsa në pjesën e dytë, më tepër unë nal tek vlerat historike që ka libri. Në vërtet, librin qoftë se do të kishte emërtes vlerët, është prezentimi në mënyrë të saktë të çdo ngjarje të ndodhur nga kësaj periudhe. E them të saktë se më kanë vetë pjesë në këtë aktivitet dhe në të njëjtën kohë janë prezantuar dikun, pra nuk e kam shkruar në një ambient do si do, e kam shkruar në një ambient ku do të prezentosh midis publikut, pra do të amigjohet e publiku, Radio Shkodër në bëhet fjalë. Dhe mas jo vetëm të Radio Shkodra, por edhe tek një emision që kam administruar për 5 vjet, Horizontet Krishterë, edhe tek Radio Shkodra. Dhe sfunit atë komuna s'dilet një revistë. Pra, të jonodhë para një faktit tillë, unë asgjë s'kam të huj, asgjë s'është fantazi, asgjë s'është krimtari, asgjë s'është letarësi, por është thjesht histori. Pa prezentim historik e një ngjarje. A janë shumë kësi ngjarjesh dhe ku mund të thona është përqendruar më tepër libri. Ty mos të lanë kohë me mba pyetje. Po i bën, po i drejton ti dhe pyetjet. Po mundohem me zhvillu vetë të gjithë aktivitetin. Tek ky libër janë disa momente historike, po thona, jo thjesht vetëm për ambientin e arkidioqezës, por për ambientin të gjithë Shkodran dhe vetëm Shkodran po marrë kombëtar. Kjo është një vlerë edhe më shumë, është një vlerë e shtuar sepse kalon përtej Shkodrës. Po, pra sigurisht. E para është mesha e parë. Është një moment e cila është diçka historike. Shumë historik, pra me guximin e madh që bën Dom Simon Jobani. Mrapa bëhet fjalë për lidhjet ambasadave. Pra, për herë të parë bate një lidhje ambasadash midis shtetit tonë dhe shtetit Vatikanit. Ishte në këtë rast Zoti Vili Kamci, që ishte përfaqësuesi i parë ambasador në Vatikan. Dhe tek ne ambasador i Vatikanit ishte Monsinjor Ivan Dias, i cili dhe aty merr pjesë në shumë aktivitete të mas kësaj kohe. Mas kësaj ngjarjeve është ardhja e Nën Terezës, edhe kjo është një moment historik, shumë e mirë. Nuk bëhet fjalë për vetëm Shkodrën, bëhet fjalë për gjithë Shqipërinë. Për gjithë Shqipërinë. Mas kësaj është historia e madhe e ardhes papës parë. Moment tepër i veçantë për të gjithë shqiptarët. Tepër veçantë, pra ardhjes së Papa Gjon Pali II, Shejtnisti. Dhe këto janë momente që janë momente historike për të marrë komin. Ka edhe në gjatë tjetër, për shembull, kush u bë për herë të parë kardinal. Janë moment historik. Pra dhe këto janë momente historike, të cilat libri i ka të përmbledhur në rand. Është një libër që do shërbej edhe ndër breza. Është një krenari për Shkodrën ky libër, të lexosh të gjitha këto ngjarje të jetuara nga një njeri dhe të shkruara kaq mirë, besoj që do të jetë një vlerë e madhe për qytetin. Ashtu tham edhe unë, nuk më vjen mua rasti për me fol për veti, por të them të drejtën, dasht pa dasht ky libër i mbart këtë që folet ju, me një fjalë. Është libër që sidomos të ardhmen ka për të pas vlerat e veta të mëdha historike. Për ke? Për ato që dojnë me studiu historinë, për ato që dojnë me ditë se çka ka ndodhur në Shkodër. Se nuk është thjesht se çka ka ndodhur në Shkodër me një ndërtesë që është e bame, po çka ka ndodhur në Shkodër si ngjarje publike, si ngjarje historike të rëndësishme shumë. Pra, ty përfshihen shumë aktivitete. Nuk e kam pas të lehtë mirë bë, sepse mos harrojmë që me marr pjesë, supozojmë në Bajs, në një aktivitet të inaugurimit të një kishe, e me shku deri atje me çka. Unë s'kam pasur ato mjetë. Po kështu me marrë pjesë një fshat ku bëhet prap inaugurimi një kishe tjetër, apo kremtohet festa e tyre tradicionale, unë kam shku, kam marrë pjesë aty. Dhe këto të shkume e ardhen nuk janë kënd lehta.
Se një kohë që ishte shumë të vështira. Ka bën për me mrit, për me kap këto aktivitete dhe me prezentu në këto komoditete që ka pas kohë. Çka them? Diçka shumë e bukur. Të rikthehemi edhe një herë tek promovimi. Pasi prezantoi librin, kush ishin pjesëtarët e tjerë që folën në këtë promovim? Atëherë, në të fakt duhet pranojmë një negativitet promovimit. Jo thjesht si organizim, jo thjesht si përgatitje, e cili ishte shumë e mbështetur shkencorisht, dhe kumtuesi Gjiraldo Nikiari ishte në cilësinë e duhur, por mungesa e pjesëmarrjes. Nga që për herë e më tepër po largohen lexuesit. Dhe nuk ka thjesht vetëm ky defekt tek libri i jem. Jo, është në të gjithë librat. Në të tona ambientet, pra lexues ka më pak për herë. Bile edhe në promovimin e të si u ba panajeri, një gjana që u diskutu pikrisht mungesa e lexuesve. E para. E dyta, megjithatë pat elementa që mu më gëzune, edhe jo vetëm gëzune, po më dhanë zemër që pak për sakt. Cilat ishin? Mund t'i përmendim pak? Mund të kujtoj një që edhe foli dhe diskutoj, është një shkrimtar me shumë emër, Marcel Hila. Marcel Hila foli për librin, foli për mu, unë jemi të për shumë kohësh, e kam mik, por është një ndër shkrimtarët më të mirë sot për sot, që flet për realitetin e kohës së kalume më tepër, dhe diçka nga koha e mas kalumës, pra para diktaturës dhe pas diktaturës. Por kryesisht, në kohën e diktaturës e detajon një të përsosën librin. Në të fundit libër që ka prezentuar publikisht është kur në të zaman të kësaj fori. Është një libër, roman, zakonisht roman e shkruar, është një roman që ban fjalë për daljen e kësaj këngë popullore shumë përhapun dhe shumë të gjume për gjithëve. Nuk po nalim veprat e tij, ai ka shumë. Nërsa foli kuptohet foli dhe më gëzoj që i foli, është të qartë kjo punë. Të tjerë nuk pa diskutime. Mrapa nokshta kur dolem fillun e më mba pyetje në këtë gjë që unë me modesti thash më falni, po pse si pa të mi pa ta pyetje në publike, po të shmapa, se më thonë pse ka vonë. Pse ka vonë. Unë mundohem me dhënë përgjigjen, por e mirë do të ishte që ta pyetjet të ndërsoheshin para gjithëve, gjë që dikush e merr guximin, dikush ta prit me ballë pyetje. Një kështu pak a shumë ndodhe si histori. Ky është libri juaj i katërt. Mund të na tregosh pak edhe për 3 librat e tjerë që ti ke shkruar më përpara? Po, me kënaqësi. Mund t'i marrim me rrallë? Po, me rrallë, si që janë vendosë edhe këtu. Atje libri parë është Oazi i artë i Gjuadolit. Kështu e kam emërtu. Çfarë përshkruan ky libër? Urno, atjerë. Është libër panoramik historik dhe flet për një territor, një lagje të qytetit tonë. Paka shumë që unë e kam quajtur oazë, sepse është vërtet, mund të thona bërthama e qytetit. Po. Aty janë të prezentuar 123 portretizime, elementash, cilësor të klasit parë. Dhe këtë që kam vu i artë, sepse aty janë persona që janë 24 karat dhe në 18 karat, jo më poshtë. Pra janë tamam persona cilësor ato që prezentohen aty. Është fati mall që ato kanë jetu, kanë lind, apo edhe kanë kalu, kanë me kohë të caktuar në këtë lagje, që ja kanë, ju e thash pak më përpara, oazë. Është i ndomë në kapituj, pra lexuesi mund të ndalet tek një kapitull që i pëlqen, aty ka, e lakojmë disa advetar dhe patriot, ka kapitullin e muzikës, muzikolog, ka kapitullin e piktorëve, ka kapitullin e aktorëve, ka kapitullin e shumë sferave të ndryshme të jetës, të fut këtu edhe zanatlit. Pra të gjithë mund të gjejnë veten. Urdo? Të gjithë mund të gjejnë veten. Është një libër kaq. Edhe nuk jam nal me tituj, dhe me thonë, jo po kjo ka kryer universitetin, dhe më kanë hek vërejtje mrapa pse se ke fut. Zotni universitetin e kanë kryer shumë, por sa janë ato që kanë lënë gjurmë këtë qytet, sa janë ato që kanë bë emën këtë qytet. Edhe ky libër prezanton pikërisht këto.
Shto këtu, këj libër ka edhe të tjera, ka edhe faktin që kanë ekzistu disa shoqata, disa shoqëni kulturore, para 44-shit. Dhe në Ken Goxha, është shoqënia Rozafat, është një shoqëni më të mëdha, dhe para këso, është shoqënia Bogdani, është shoqënia Antoniane, pra janë disa shoqëni kulturore, pa diskutu shoqënin kulturore të Murgeshave stigmatine, pra janë shumë shoqata ose bashkësi aktivitetesh kulturore të ndërthurë në diku fetarisht, diku jo fetarisht thjesht aktivitet kulturore. Pra, libri ka portretizime të shumta dhe ka analizë të shumë përsa i takon të në gjanëve. Ashtë botimi i dytë i këtij librit, botimi në parë ka fluturua, shit, botimi i dytë kam disa kopjo dhe kushtjeti për dispozum për të lexu mund të gjej. Gjenë në librari, në për biblioteka qytetit pa diskutim, por në kjo se gjenë, më adresohen mu. Pra është një libër që është pritur shumë mirë nga publiku? Është pritur jashtëzakonisht mirë. Që të flas, botimin e dytë, më ka pa një vajzë, një gru, që ka jetu në Gjoadol, jeton në Amerikë, dhe atje kishtë rënë kontakt në këtë libër, që kishin marrë të tjerë, ishte gëzu shumë, dhe më thotë si mund të bëjmë që me më dhanë da kopjët këti librit mi marrë në Amerikë. Unë s'ka marrë veç 2 kopje, kam rujta për stafat për me dhanë e mizvetmi. Si për fund ajo më tha, po si ta bëjmë mirë i botu? Që të thamë e tha, që njerën për në parë s'kam pare. Unë a pare. Problemi me i madhe. Më gjithë tha, po me të një unë i fije me këtë punë, apo mirë atërë, po bëjmë një bashkësi ekonomike. Një bashkëpunim ndoshta. Një bashkëpunim financiar, edhe kështu ka dalë botimi 2 i këtij librit. Nësa për librin e tjetër, librin e dytë botum, primet, përsëri edhe kjo libër, po që voluminos në thojza, ban fjalë vetëm thjesht për një aktivitet masiv shkodran. Pra, historiku i karnivaleve në qytetin e Shkodrës. Një aktivitet shumë i rëndësishëm, që shkodranët e duan shumë. Po, është një aktivitet i çuditshëm, është rreth 162 vite e histori të karnivaleve në qytetin tonë. Ku gjithherë unë jam mundu të prezentoj dhe të mshaj asaj që është tipike karnivaleve në qytetin tonë. Sepse po bërim kohët e fundit që aty shmam kjo tipikja qytetit. Po del jashtë asaj karakteristikës së karnivaleve. Është aktivitet masiv, mund bë shumë gjana më në asaj, por e mira është që ti mesim besnik asaj, që është Shkodra. Bazës asaj. Dhe tipikja e karnivaleve shkodrane është pikërisht esenci qytetar shkodran i humorit. Pra, çdo popull në një farë se mënyrët e kremton karnivalin si mas kushteve të veta. Po kështu dhe Shkodra. Kushtin themelor ka pas humor. Dhe shpotitjen, gjujtin me humor, gërgamin me humor, analizën me humor, gjetjen e vrekjeve me humor. Këtë punë ka ba për gjatë. Beles duhet thënë, pavarësisht nga karakteri, nga ideologjik që ka pas, edhe 5 vitet të kremtumit karnivalit në kohës komunizmit, përsëri e ka ndrujt skemen, strukturën e karnivalit shkodran. Pra, qofshin karvani butaforik alegorik, që gjithë ka një alegori mranda karvanit, qoft beta tipike karnivaleske shkodrane, ku aty është vun duke, kuptot me kohën e komunizmit, është vun duke politika e revizionistave, kapitalistave, që po djenë dajsam me kompani, por gjithësësi të rrujt këtë strukturë. Standardin e saj. Edhe që atë kohës që unë kam administru, se kanë ma shumë se 16 vjetë që e kam administru këtë karnival, e kam administru pikisht të mbështet të kjo. Të mos muhu edhe vlerat e tjera dekorative që i shoqënojnë karvanin e karnivaleve. Pra, të i met besnik asaj që është shkodrane, por jo të deviju nga e bukra. E bukra, përsa kena pas mundësi në kushtet që kena pas, jena mundu mi prezentu dhe ato. Pra, libri ka, jo thash, 162 vite prezentim, është me beta i ngarkum, që nga fillimi. Libër shumë interesant. Dhe është interesant për të lexuar, pa ka edhe kjep edhe kënaqësinë e humorit që kanë thumit që gjuhën. Kështu që edhe kjo
që të thamë, ka vlerat e veta. Një libër me shumë vlera. Po libri 4? Libri 3, se i 4 thjeshtu që i diskutu me bashkë. Libri 3 është një përmbledhje krimtarisë me në dramaturgji. Pra, në skena, si dhe është venemin. Aty kam rënë disa drama, aty kam rënë komedi, aty kam rënë skeqe, aty kam rënë montazhe letrare artistike, paka shumë aja që kam mujtë unë me ba gjatë kësaj periudhe që unë jam kënë në aktivitet. Ndoshta të atë fundet nuk i kam futë, sepse kjo ka dalë disa vite për para, që atë bëjmë të shti, ky ishte edhe libri paka shumë i të reti. Libri 4 të ashtë që i komentu në bashkë. Dhe besoj më i veçanti. Ka një dalim? E bën ti do të një dalim mes tyre 4 librave? Se thëmë këtë fakt, që dalimi është këtu. Asnjëri nuk ka të njëjtën tematikë. Të njëjtën gjë, po. Pra në qoftë se diskutuam parë për kronikat që janë fetare në thojza, libri tjetër, Oazi i Artit, Gjoa Dolit nuk ka të bëjnë hiç as pak me pjesën me këtë, ai prezanton krejt diçka tjetër. Po njëta gjë, Karnevali, krejt diçka tjetër. Po kështu libri i tretë në radhë i ka tartibin me kënë, është aktivitet skenik. Pra nuk ka të bëjnë absolutisht. Asnjëri njëna me tjetrën. S'kan lidhje absolutisht njëna me tjetrën. Kështu që në gjusi mos më gjykojnë se jam një profilit, sepse mendohet që unë aktivizohem në veprimtarit kishtare, por jo se jam i meton aty. Pra, unë mundohem të jem i gjithë anshëm, ku të jepet mundësia për të keni tillë. Dhe këtë dëshmojnë të 4 librat më së miri. Thamë se po. Kemi një projekt të arshëm, një libër tjetër ndoshta? Tështi, më ke kap në një moment pak interesant. Ju a tha që se parmi që jam në një moshë që ashtu të me fillu me ba dorëzime. Pra me fillu me lanë, me qu dikun. Ndoshta dhe jo. Ate e din dikush tjetër. S'mon të thamë. Atëherë, kam ndorë një libër që flet për një jetë artistike më tepër, të një shoqate ose një shoqënie kulturore që për mendimin tim është e papërsëritshme më. Pra, unë kam emërtu, jam në vazhdim të punës, rrugtim në shoqëninë kulturore Illyrikum, miq të Shën Franceskut. Një shoqëni që qoftë për momentin, qoftë për hir të pjesëmarrësve, qoftë për hir nuk e di se ku investimeve që bashin franceskant për këtë aktivitet, për këtë shoqat, ka kënë nërmojet të atilla që nuk mund të krahasohet asnjë institucion në qytetit tonë me veprimtarit që ka bërë kjo shoqëni, dhe veprimtarit janë kënë të shumë anshme, pra kena pas shumë lloj sektorsh, pra ma shumë se një shtëpi kulturët, me shumë aktivitete, pra kena pas sektorin e pikturës, sektorin e muzikës, sektorin letrar dhe krijues, sektorin e marrëpavis, sektorin shkencor, pra aty janë zhvilluar simpoziume shkencore, promovime librash, aty janë zhvilluar as të tilla sa vetë universitarët, profesorët e universitetit, vishin e kumtojshin të ne dhe thoshin jena të predispozuar çka do që të afroni, ne do të jena prezent me ju. Edhe të tjerë kena pas një gazetë tonën, gazetë që pak çudi që të ketë një shoqat, gazetë vetën, një gazetë shumë cilësore. Shumë e bukur. Illyrikum e ka pas titullin, e kërkueshme jo vetëm qytetin tonë në rrethina, por edhe në Tiranë, për shumë vende tjera, në pritje kur po zjarrin, domethënë sa herë ishte pyetja kur po zjarrin gazetën. Kuptohet bashkëpunëtorët janë kënë të gjithë anshëm, nuk janë kënë thjesht bashkëpunëtorët vetëm anëtar të shoqënisë Illyrikum, por edhe të jashtëm. Kujtoj këto zotni Gjahit Bushatin, ai ka kënjë në shkruajtje të rregullt të gazetës. E tjerë, siç e përmenda parë, shumë aktor, shumë interpretues, profesor të universitetit. Çfarë të them? A ka një datë kur mund të dali, apo një kohë, një vit, apo... Nuk flas për këtë gjë, sepse të them të drejtën e kam dorë. Po, është në punim e sipër. Dhe më ne kërkohet një beqim, po çun aprovimit sa do pak edhe për kishës. Kishës, po. Ose më saktë për franceskanëve. Dhe sepse përsëri buxheti jem nuk është për të bën votim. Ndoshta në pamundësi nëse ata nuk dojnë me marrë me vete votimin,
atëherë do të shoh me gjithë rrugë tjera që votimit dalë, sepse një punë e bame është gjëna të mos prezantohet. Unë do bëj përpjekje më ta prezantoj. Por kam përshtypjen se ata kanë për ta aprovu, sepse është nerë edhe për ta që prezantohet një aktivitet e tillë, sepse e gjithë kjo ka në mërrelin e provincës franciskane. Pra gjithë kjo aktivitet, pavarësisht se nuk ka kënë fetar, ka kënë laik, pra ka publik dhe kulturor, e shkencor, pavarësisht me profili, a kanë në mërrel tyne. Ato në kanë ndihmu, ato në kanë kriju kushte, ato në kanë dhënë mundësina, pra nuk mund t'ja mohojmë asgjë për tyne. Dhe këto thamë që do t'i dalim për Zot vetë. Ne përmendëm pak më parë dhe theksuam largimin e të rinjve, sidomos të rinjve shumë nga libri. Dua së fundmi nga ti një thirrje që ti kthehemi librit. Të them të drejtën, shpesh diskutohet kjo temë. Dhe si që thotë edhe ju vërehet në mënyrë dukshme kjo. Por si çdo eksod ka një franim. Do të vijë një moment kur do franohet. Morëm për shembull eksodin tonë që ne po emigrojmë shumë, por do të vijë një kohë kur ky eksod do të ndalet. Kështu edhe mungesa e interesimit në libër do të ndalet. Përse e thona? E thona sepse të degustumonit, të shijumonit e një materialit i shkruar nuk është e njëjtë me çka prezantohet në televizor, me çka prezantohet në film, me çka prezantohet në celular etj. Pra ka krejt shije tjetër leximi direkt në një libër. Dhe kjo shije zhvillon shumë të mira mbrand, nuk është thjesht vetëm që të jep kënaqësi, po ajo të jep edhe të mush edhe me fantazi, të mush me kulturë mitetanët, kulturë që t'ja regjistron shumë më mirë se sa në kalim në celular. Pra janë gjëra që lanë mresa shumë më thella të individi, leximi një librit, se sa po njëjtë histori, se po njëjtë ngjarje, o roman qoftë, apo poezi qoftë, apo punim shkencor qoftë, të kalojnë në një ambient mediatik, apo në një ambient celular, që po dhe tjera. Mendoj, arrim me shpresë që arrin sa më parë kjo kohë, dhe mund të arrin sa më shpejt që të rritë, dhe jo vetëm të rritë, t'i sillen librat. Se ka vlera që nuk mund t'i ndryshojnë, nuk mund t'i tetërsojnë dhe nuk mund të krahasohen me asnjë vlerë tjetër. Patjetër. Të falenderoj shumë që ishe me mua në këtë bisedë kaq të këndshme, por mua është gjithmonë kënaqësi. Faleminderit edhe për jush, dhe sesi ju urojmë sukses dhe punë të mirë. Të falenderoj shumë. Ju falenderoj edhe ju që na keni ndjekur deri në këto momente. Takimi radhës në Info Plus nesër.